Syfyri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: hani syfyr, sepse në syfyr ka bereqet. Prej bereqeteve të tij janë: me ngritje në syfyr e ndjekim rrugën profetike dhe dallohemi nga hithtarët e librit, sepse dallimi në mesaxherimin tonë dhe të tyre është të ushqyerit në syfyr. Agjëruesi forcohet për agjërimin gjatë ditës. Ngritja në syfyr e lehtëson faljen e namazit të sabahut me xhamat. E largon gjaknxetësinë të cilën e nxit uria. Me ngritje në syfyr e arrin kohën kur pranohen lutjet. E lehtëson mundësinë për të bërë istikfar në kohën e syfyrit. Sa syfyri mirë për besimtarin është hurma. Pëlqehet vonimi i syfyrit në krahasim me iftarin që pëlqehet shpejtimi i tij. Syfyri në gjuhën arabe, sahur, llogaritet nga pjesa e dytë e natës. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: ngrihuni në syfyr dhe mos e lini atë, qoftë me një glënk ujë, nëse nuk ju mundsohet të hani ushqim, sepse Allahu e mëshiron dhe melekët e tij lutën për falje për atë që ha syfyr.